Roma të gjithve. Të gjithë bashkëprotestues. Do të falënderoj se cilin nga ju për kurajon që keni dhënë gjatë gjithë këtyre ditëve dhe për qëndrueshmërinë në kërkesat tuaja. Edhe jonë gjatë këtyre 82 ditëve ka treguar bindjen që ky sistemi kalbur nga korrupsioni, krimi dhe nepotizmi i bijve dhe bijave të shërbëtorëve të sistemit të qoftë largu duhet zëvendësuar nga një sistem më meritokratik, më teknokratik dhe më demokratik. Qëndërësimi i autoritetëve dhe institucionëve jo vetëm që largon qytetari nga shërbimet publike, dhe efikasitetin e vetë në shërbimet që duhet ofruar. Pse duhet që pothuajse gjithë traumat e Republikës së Shqipërisë të trajtohen nga një spital i vetëm publik? Nuk mjafton vrasja e adoleshentit të ndjerë, Martinit, që të merr masa nga shteti, por mos qëndërzuar çdo traumë në një spital të vetëm. Paisja, që mund të shpëtonte jetën e djaloshit të ndjerë, ndodhe në QSOT, dhe përsëri e çuan në një spital 3 herë më larg, edhe nuk e kishte as paisje. Dish më nga aftësia e qeverisë. Përse duhet të presim miratim për çdo objekt mbi 6 katë nga ZT-ja? Vallë sepse bashkitë nuk kanë mjaftueshëm profesionistë që të vlerësojnë një objekt. Nëse do ishte kjo e fundit, përse lejet për objektet që ngrihen në Tiranë, jepet duhet ke hequr çdo hapësirë publike të nevojshme. Kjo është mania e pushtetit qendror për të futur kthetrat në çdo ndërtim fitiprurës. Por ta, më tepër se sa mungesa e profesionistëve në institucionet publike. Dhe për këto të fundit, është po prap pa i këtij sistemi, që mbyll dyert për njerëz profesionistë, për njerëz të përgatitur, dhe hap dyert për të punësuar pa dobishmit, pa shko sa i shërbej partisë. Kemi nevojë për ministri më kompetente, dhe me më pak njerëz që presin të flasi profeti tyre politik. Por se artistët duhet shërbejnë bullistave e një fjallor që nuk duhet i takojnë një qeveritari, jo më një artisti. Por se inxhinierët dhe arkitektët duhet shërbejnë ëndrave të çmendura të një pasqavuristi ekspresionist. Por se ekonomistët dhe juristët duhet shërbejnë atyre që duhen çdo ligj dhe argument logjik. Pedagogët që shërbejnë plagjatorëve dhe analfabetëve funksional. Evropa nuk vjen nga lart. Vjen nga që kemë në krye. Evropën e gjetëm këtu mes nesh.